Gjykatari i Republikës së Kosovës edhe këtë vit ka mirë pritur raportin e progresit, i cili njeh për kushtimin e udhëheqjes së KGK-s për avancimin e transparencës, përmirësimin e performancës gjyqësore dhe zbatimin e reformave për efikasitet më të madh. Përveç kësaj, indeksi global për sundimin e ligjit 2025, i publikuar nga World Justice Project, ka renditur Kosovën në vendin e 59 nga 143 shtete, me një vlerësim prej 0.56, duke shënuar progres krahasuar me vitet e kaluara për avancim në forcimin e institucioneve të drejtësisë. Në kuadër të deklaratës së zotimit të vitit 2022, Këshilli është përfshirë intensivisht në grupe të punës deri në miratimin e ligjit për gjykatën administrative dhe në tërësi për reformën në drejtësinë administrative, përfshirë vazhdimin e punës në draftin e kodit të procedurës civile. Ashtu siç është paraparë me deklaratën e zotimit, në fund të vitit 2024 është miratuar ligji për gjykatën administrative. Deri në konfirmimin e ligjit nga gjykata kushtetuese, Këshilli ka fuqizuar departamentin për çështje administrative për të shndruar në gjykatë. Në këtë drejtim është rritur numri i gjyqtarëve, stafit mbështetës dhe janë bërë përgatitje logjistike për funksionalizimin e kësaj gjykate. Fuqizimi i drejtësisë administrative garanton qasje më të mirë, ligjshmëri të veprimeve dhe kontroll të përgjithshme të administratës shtetërore. Planifikimet për efikasitet në gjyqësor janë zbatuar në masë të konsiderueshme përmes implementimit të strategjisë për qasjen e drejtësi, rregullores së normës së gjyqtarëve dhe në mënyrë të veçantë planeve të punës së gjykatave. Efikasiteti i gjyqësorit i matur sipas standardeve të CEPEZ-it për performancën e gjykatave rezulton se gjatë 9 muajve të vitit 2025, gjykatat në nivel të shkallës së parë kanë arritur shkallë të efikasitetit prej 125%, ndërsa në nivel të përgjithshëm në shkallën 106%, që përfaqëson nivelin më të lartë të efikasitetit të gjykatave ndër vite, si dhe adresimin më adekuat të lëndëve të vjetra. Prioriteti i lartë dhe fokusi i rëndësishëm për gjyqësorin mbetet edhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këtë vit është miratuar plani strategjik 2025-2027 për efikasitetin e trajtimit të rasteve të korrupsionit, keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe krimit të organizuar, i cili ka për objektiv krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për trajtimin e rasteve të korrupsionit, keqpërdorimit të detyrës zyrtare, krimit të organizuar, si dhe monitorimit, vlerësimit dhe raportimit në lidhje me rastet e tilla. Po ashtu është miratuar edhe rregulloria për departamentin special me objektiv për fuqizimin e këtij departamenti, si dhe është rritur numri i gjyqtarëve në 2 nivelet e departamentit special. Për të rritur efikasitetin, kanë vazhduar vizitat në gjykata me fokus në monitorimin e zbatimit të strategjisë për qasjen e drejtësi. Kjo qasje e vazhdueshme ka rezultuar në rritjen e shkallës së pastrimit të lëndëve, duke reduktuar numrin e lëndëve të vjetra. Me rekomandimin e Asamblesë së Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës, Këshilli ka vendosur në prioritet unifikimin e sistemit të ekzekutimit të dënimeve brenda gjykatave dhe pas inspektimeve të kryera, pritet që nga janari i vitit 2026 ky sistem të unifikohet. Gjykata Supreme ka vazhduar angazhimin në unifikimin e praktikës gjyqësore përmes hartimit të raportit për lëndët e kthyera, miratimit të udhëzuesve dhe mendimeve juridike, si dhe promovimit të ndërmjetësimit. Kjo gjykatë në bashkëpunim me gjykatën e apelit kanë realizuar konferenca të përbashkëta mbi unifikimin e praktikave gjyqësore, duke hartuar edhe raport të përbashkët. Në sistem gjyqësor janë të punësuar 2120 zyrtar, duke përfshirë gjyqtar, staf profesional dhe teknik, prej tyre 51.2% janë gra dhe 12% janë nga komunitetet. Këshilli gjatë këtij viti ka rekrutuar edhe 40 gjyqtarë të rinj, ndërsa janë emëruar 2 kryetarë të gjykatave dhe 4 gjyqtarë mbikëqyrës, si dhe janë avancuar 26 gjyqtarë. Aktualisht në proces të rekrutimit janë edhe 23 pozita të lira për gjyqtar, prej të cilave 8 pozita për komunitetin serb. Administrata gjyqësore, si shtylla kryesore që mbështet funksionimin e sistemit gjyqësor, zhvillon aktivitete me një strukturë të organizuar dhe profesionale. Përmes akteve normative, Këshilli ka krijuar bazën e ristrukturimit të administratës gjyqësore, duke miratuar statusin e nëpunësve në administratë. Në këtë drejtim ka vazhduar edhe me implementimin e planit për efikasitetin në administratë gjyqësore. Zbatimi i këtyre politikave nga Këshilli ka mundësuar ristrukturimin dhe zvoglimin e stafit teknik nga 479 në 293, ashtu që nga kjo reformë janë krijuar 186 pozita profesionale. Kjo reformë ka mundësuar rekrutimin e pozitave menaxheriale në administratë, bashkëpunëtor profesional, zyrtar ligjor, referente pozita të tjera, duke rritur numrin e të rinjeve dhe grave në gjyqësor. Në kuadër të kësaj reforme,
Përveç planit vjetor të trajnimeve, janë miratuar edhe modulet përkatëse për organizimin e trajnimeve të brendshme. Si rrjedhoi, janë organizuar trajnime përmes të cilave synohet avancimi i kapaciteteve profesionale për ofrimin e shpejtë dhe cilësor të shërbimeve për qytetarët. Për të përmirësuar qasjen dhe efikasitetin e shërbimeve ndaj qytetarëve, gjyqësori ka avancuar përdorimin e teknologjisë digjitale, duke përfshirë sistemin për menaxhimin informativ të lëndëve, sistemin për evidencën penale, si dhe sistemin audio dhe video për incizimet e seancave. Është krijuar edhe sistemi i centralizuar i përkthimeve, i cili ka mundësuar shpërndarje proporcionale të ngarkesës së punës mes përkthyesve të gjykatave dhe këshillit. Gjyqësori është duke punuar në një plan intensiv për rritjen e kualitetit të dhënave dhe raportimit të tyre në mekanizmat e Këshillit të Evropës dhe institucioneve tjera. Nga raporti i Këshillit të Evropës, rezulton që gjyqësori i Kosovës ka avancuar në procesin e pranimit dhe zbatimit të standardeve për kualitetin e të dhënave. Për këtë qëllim janë realizuar inspektime, vizita në gjykata, trajnime dhe takime të përbashkëta me qëllim të përmirësimit të funksioneve menaxheriale dhe llogaridhënëse. Këshilli ka zbatuar një program gjithëpërfshirës të modernizimit të infrastrukturës gjyqësore, duke investuar në ndërtimin e objekteve të reja, zgjerimin e hapësirave ekzistuese dhe blerjen e lokacioneve të reja për gjykatat themelore dhe deget e tyre. Gjatë këtij viti është peruruar hapja e objektit të ri të gjykatës themelore në Gjilan, dega në Novobërd dhe janë në përfundim objekti në gjykatat Mitrovic, Prizren, Viti dhe Glogovc. Po ashtu janë realizuar investime në arkiva, hapësira pune dhe pajisje teknologjike duke përmirësuar dukshëm kushtet e punës në gjykata. Këto investime po mundsojnë modernizimin e infrastrukturës dhe rritjen e kapaciteteve funksionale. Strategjia e re e komunikimit dhe udhëzimi administrativ për publikimin e vendimeve gjyqësore kanë ndikuar dukshëm në rritjen e numrit të vendimeve të publikuara dhe të aktiviteteve tjera të gjyqësorit. Sistemi gjyqësor ka vazhduar bashkëpunimin me aktorë vendor dhe ndërkombëtar përmes pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare, rajonale dhe vendore. Po ashtu, gjatë këtij viti janë zhvilluar një numër i madh takimesh dhe pritjesh me delegacione të ndryshme, me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe përmirësimin e sistemit gjyqësor. Të gjitha këto aktivitete dëshmojnë përkushtimin e vazhdueshëm të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për forcimin e sistemit gjyqësor, në mënyrë që qytetarëve të Republikës së Kosovës t'u ofrohen shërbime të qasshme dhe brenda afateve të caktuara.